Fatmir Kamberi nga Firiza e ka ruajtur traditën e akullorës Loçka tash 31 vjet. Emri mbeti nga një plak që u thërriste njerëzve hajdet e Loçka. Dhe kështu bë emër i dashur për të gjithë. Ajo që e dallon këtë akullore është tradita, përkushtimi dhe cilësia. Kjo ka fillu për viteve 1972, po jone, po ka qenë Algja Kadrush. Dhe deri në vitin 1989-90 ashtu e kam bërë. Pastaj e ku morë për vitit 94 dhe tash. Dhe më thonë në që 31 vit. Qysh ka mbetë emri, është për shkak që ai plaku ka thirrë gjithmonë hajdet e Loçka. Edhe mëse ne u shkryum tek popullata, ku shkojmë te Loçka me mora akullore, ku shkojmë te Loçka. Mëse ne unë kom vendos, më janë gjitë emrin firmës Loçka dhe kështu që ka mbetë. Çfarë dallon këtë akullore nga të tjerat? Është aja që tradita, edhe gjithmonë përkushtimi që mu bu sa me mirë akullore, sa me pos shijet më të mirë, që sa më shumë e pranu njerëz klientë tonë për ato. Cila është ajo e veçanta, nëse mund të themi ajo unikja e kësaj akullore? Veçanta është mas pari se njerëz jam mësu me orë të Loçka me marrë akullore, edhe dyta unë kom dorë që produkti tjetë sa më kualitativ. Tash besoj që ato e pëlqejnë. Cilat janë ato llojet e akullores nëse mundesh me rajcek, edhe cilat janë më të preferuar nga konsumatorë? Këto kem vanilë drez edhe vanilë çokoladë, po më e preferuar është vanilë çokoladë. Shija më e kërkuar është vanilja me çokoladë, ndërsa sot Loçkën e frekuentojnë njerëzit edhe nga diaspora për ta shijuar. Tash për tash mirë jam kështu, po nështë edhe e zgjeroj, më vorët për familjes, a dëshiroj me zgjeru, kështu. Nuk jam i sigurt. Në anën tjetër tregom një pak edhe për qytetarët e cilët kanë ardhur në atë kohë, domethënë kjo ka qenë edhe para luftës së hapur. A ka qenë radha më e gjatë atëherë apo tash e njerëzve? Po besoj vazhdimsi ka pas shtrirë radha dhe përpara tash. Po, tash është lëvizje më e madhe për shkak që popullsia është më e madhe, plus nuk kam unë klient vetëm vetëm për Izojt, por kam as qyteteve tjera, edhe për Shqipëri, edhe për vendeve tjera, frekuentojnë edhe për Gjilonit, për Prishtinës, vinë, sidomos vikendeve, ka mundësi me ardhe dhe vinë. Po edhe vende tjera, ku t'ju bje rruga, si thamë. Po nga Mërgata, për shembull, tash në Ferizaj vinë edhe Mërgatash? Ata Mërgatën e kanë nostalgjik këtë vend. Ata vazhdimsi momentit që vinë ka raste, ka pas për rrugës, nuk kanë shku shpe, kanë hangër akullore, mos e kanë shku shpe. Aja ka ndodhur për shkak të nostalgjisë për vend. Në një ditë Fatmiri thotë se prodhojnë mbi 200 litra akullore dhe sot na tregon me pasion procesin e përgatitjes, të cilin kemi fatin ta shijojmë edhe vetë. Sa akullore ka ndodhur që keni përgatit në det? A kështu me litra, mbi 100 litra, 200, kështu. Cila është ajo shija e akullores? Cila është ajo e veçantë domethënë e kësaj akullore? Esenca e shijes të akullores është që unë shumë komponent që t'jetë produkte, në atë kuptim që t'jetë i pranueshëm për klient. Edhe besoj që ja kom bri. Edhe më herët të kom, po gjithmonë vjet për vjet ndryshon diçka. Unë vazhdimsi e kom përcjellë atë trend edhe për ata dhe çtash është e pranueshëm për të. A ju ndihmon edhe familjarisht punoni apo vetëm jo? Po edhe familja. Ndihmojmë jo shumë, po na ndihmojnë, po çtash kohë të fundit sidomos më shumë. Për gjithë ata që dojnë me orë, me bli akullore, sa kushton një akullore? 50. Po nëse është me një kup, 2 kupa, si shkojnë? Jo, kështu shtojnë me mbushje, nuk është me kup, kjo është me mbushje për shkak që është akullore soft, apo akullore butë, si të, edhe nuk është me si kulla, po është me kështu farmë mbushje. A ka qenë lezete më e mira atëherë tash, domethënë për njerëzit që vinë me ble këto akullore? Po me të thënë drejtën, ka njerë që ditë gjithmonë interesant është njëjtë. Vjetë që ditë që është. Nashta për shkak që është sezonale, edhe gjithmonë rifreskruhet, prapë aja për dëshira për me hangër akullore, për në orë të ky vendi për atë. Pa ka pas atëherë më shumë shitja tash? Ja tash,
Po, normal, tash kallëzova frekuentimi është më i madh, tash sa përpara. Apo na Periudhë do më i vogël. apo na i përgatit tash një akullore? Do vanil çokoladë? Vanil. Oh. Çfarë më ka dalë ndoshta? Çfarë? A është çokolada që ja jep atë shijen më të mirë akullores gjithmonë? Ja, thelbi është e akulloria, çokolada është plus.